Shikues të nderuar, sot jemi me një musafir shumë të veçantë, një mik i jemi. Ai është, siç po e shihni, Arbër Ismaili, është nënkryetar i Lidhjes Demokratike Dega në Gjilan. Është kandidat për kryetar të komunës, tani është kandidat për deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Arbër, faleminderit që pranove me ardh me boni bashkë bisedim se s'po e quaj intervisto. Grazie është e jamja. Ki gjithë kohë tash në vlugun e foshatës, e para praktikisht po të kërkojmë edhe falë që të ndam pak për aktiviteteve. Lutem, grazie është e jamja, me ty gjithëherë. Qysh është një ditë e zakonshme Arbër? Realisht zgjohem. Jashtë foshatës, a veten? Po, normalisht, po zgjohem shumë herët, realisht dikon në ora 6 zgjohem. Në shumicën e rasteve e përcjellim djalin e vogël për shkollë, sepse ashtu e kemi rutinën ditore, mandej e pi kafën e mëngjesit me disa miq të mi, kryesisht fshin afër shtëpisë, edhe vazhdoj në ora 7:30 me qenë në zyrën time, në ambientet e kompanisë ku tash veç punoj aty, tash e 20 vite. Kryesisht kështu, takimet e mëngjesit me punëtorë që të angazhuam aty në kompani, edhe riorganizojmë ditën, e kqyrim kush ku ka me ecë, ka me shku për me zhvillu punë ditore, ndërsa pjesa tjetër është rutinë, që është angazhime për familje, për dishmëri normalisht, si krejt, po. E kështu me veturat vjen me udhëtu shpesh? Pak shumë, është njëra ndër dukuritë e mia që fort nuk e praktikoj realisht. Edhe kam fort mërzi, për me vëzit e kam fort mërzi, nuk e di pse. Mu kanë vetë dytë gjithmonë të dikujt pjalashe me vozita? Përbes shumë herë. Ata që shprehin nga dishmëri, kur nuk ju thom dy herë jo, se e kam ka probleme vozit. Sidomos në qytet jo, nuk e përdori vetura shumë pak. Ndërsa kur të shkoj jashtë për udhëtime, për punë kryesisht biznesit, jashtë kufive të Kosovës, normalisht më shoqënojnë edhe njerëz që i kam kompani, gjatë gjithë kohës ata vozitin dhe nuk vozitin. Interesant. Kështu përveç që s'pëdojshë vozitjen, a merr veshish në kerr kështu? Nëse ndodh me defekt? Pak po. Zamojtën, e di që është zamojtë. Kur se kom ti që to dhe se shqip se di që thoi. Që da s'me disha asë. Për në veko? Po, s'me disha asë në që ta. Po, dojnë këta zamojtë. Zamojtë s'me disha asë. Ne po përndryshe, ndashta në rrugë duke jetë se më karo dhe mu, një fëqi jemi, shpijat gjithi kena ka qenë mekanika limar, edhe një ko kemi najtë. Si loj praktike si i ri, kom qenë aty vazhdimisht me to. Në rrugë nuk jetë, po jo, nuk jam shumë ai që marr pjesë, marr vesh që do të populli në punët e veturës. E kështu, në i hobi joti, me aktivitetet sportive, diçka mirësh ajo? Kom qenë shumë sportist i mirë përpara. Kom lujt futboll, edhe kom qenë karatist i mirë, një kohë të familjes. Të cilit shiret kishu? Te Iziu. Po, te Iziu jam e shret, i kom pas dy trenera, Idriz Musliun dhe Kadri Lezin, që shfrytëzoj rastin me përshëndet për zemërsisht të dy. I kom pas të dy trenerat të karates, ndërkohë mandej jam bo edhe tjerë trenera, si Fadil Hoti, Avnia, Shkelzem Balaj, e plot do tjerë. Po mandej në vitin 2001, që thërë mas luftës, filloj jeta pak ma ndryshe. Filloj pak, ke ndryshemi madh, dhe shtërimi i Kosovës, edhe përveç të kohës studimeve, ndërkohë në 2005 të ndroj jetë babi, edhe më ra barra e familjes për me kry, edhe më ka dash manej me riorganizu jetën familjare, edhe me i marrë frenat e familjes në dorë, se edhe populli thot në momentin kur vdes baba, që atëherë hinë në ranin e burnis. Mo nuk mundesh me thonë vëllai ta ves babën. Jo, nuk mundesh. Prej vitit 2005 e këtina, ma pak kum pas kohë për aktivitete sportive, sepse edhe kompaninë që sot e menaxher kom themelu dikon vitin 2005, e mandej mu ka dash prej asaj kohe. Sa ka qenë baba gjallë? Kemi qenë biznes apo? Pak po, realisht një vit përpara, në vitin 2004 kom pas fillu me punu, sa ka qenë babi gjallë, po ndërkohë në prell të 2005 të ndroj jetë, prej asaj kohet ana
E kom pas edhe pak ma të vështirë, sepse pavarësisht se babi nuk ka ardhur prej sferës biznesit, kur është i madh në familje, të ndihmon atë, po mandej me ta vet, mu bashkan gjithë vllau, ndërkohë vllau jam, edhe kështu që bashkarisht e kemi zhvilluar tash 20 vite biznesin. Kështu që nuk kom pas fort kohë me u marr me aktivitetet sportive. Në anën tjetër edhe përditshmëria, angazhimet politike në LDK prej kohës, prej fillimit. S'po të lëmë një herë të politika, po punon edhe pak kur je kon si fëmijë, kallzon, tash të e pas parasysh se prindi ke pas mësimdhënësa. A ke qenë hiç problematik kështu? Kom qenë problematik i lehtë. Për me po, kom qenë problematik i lehtë. S'ke bosh herë të mëdha. Jo, s'kom bosh herë të mëdha. Kom bosh herë të vogla, jo herë të mëdha. Është një paradoks ka njerëz që kur edhe pse i kanë prind të arsimuar edhe të shkolluar, disa fëmijë janë më të lavdëruar kanë njerëz edhe. Ja, na nuk kena guxu. Me thonë drejtën, pe tregoj një detaj, ka shpalosi këtu me ty bashkë. Në kohën kur kom qenë i ri, babi në atë kohë i ndëgjoj ke lajmet e televizionit shqiptar. Nëse s'gaboj ka qenë ora 7:30 mbrëmjes. O konë një gjysore në atë kohë i jepshin lajmet të vëshëja. Nuk ka pas televizionet tona shqiptare, po përmes satelitëve në atë kohë e kemi pas këshyr të vëshët. Kur fillojshin lajmet e TVSH-s, i kena pas do kauçat vjetër në shtëpi. Edhe adin kur ulshmi, ata kërkosin nga vetë. Edhe nuk guxesh me ul as me kërcit gauçës sa kishin lajmet. Kështu që nuk e kena pas atë komoditetin e lazërimit madh, po pak normalisht sikur shumë fëmijë. Pas ka qenë autoritativ, babi, ha? E kemi respektuar shumë, sepse ka qenë me autoritet. Nuk na kalon me hek keq kur për kur gjë, edhe për kundër vështirësive të veta që i ka pas në atë kohë, sepse ju e dini që në kohën kur ka punuar në arsim, edhe babi edhe mami, paga aty në mujore ka qenë 10 marka. Në atë kohë thuj se zero, barabartë me zero, po fal familjes të madhe që jem, vllazëve të tij, familjet të nanës tem, që kanë jetuar tash 40 vite në Gërbet, edhe fal angazhimeve tjera këtu të ne në Kosovë, nuk kemi hekjes për kur gjë, definitivisht kemi jetuar mirë, kemi jetuar dinjitetshëm edhe kemi jetuar në kushte të mira, po ajo çka është ende në kujtesën time, është që na ka lënë një trashëgimi të mirë të meritokracisë edhe të respektimit të njerëzve, të dashnisë për njerëzit. Domethënë u kon një prind që ka ofru dashni, po në anën tjetër e ka pas një limit që nuk ke guxu edhe nuk ka dash ai mja kalu limitin e tij që e ka pas në menaxhimin e familjes këtë rast. Edhe ata që e kanë njohur si profesor, po edhe si drejtor shkolle një kohë gjatë e njohin për të mirë, jam shumë i sigurt për të mirë, edhe për një vendosje të mirenit në raport. Shkolla ka ditë çysh duhet me sjell shkollë, çysh duhet me sjell familje, çysh duhet me sjell shoqëni, po në anën tjetër nuk ka penguar në ato gëzimet apo në ato problemet që piqujmë në atë vogla kur është dashur me bosi fëmijë. Domethënë e përmendëm që vitin 2005 veç ke 2004-2005 ke startuar me u marrë me biznes. Na e dim një prej biznesmenëve më të suksesshëm, jo vetëm në komunën tonë. Po trego marrë për çka tu tek me hi si biznesmen, i ki kushtet e mira, jetesë të mirë, çka tu tek më ky çka politika. Pse? Ku ishte ajo farë motivi? Me tonë drejtën, unë jam prej vitit 97 aktiv në LDK, në kohën kur po flasim, vitin kur po flasim, nuk kom pas mundësi me udhëheq forumin e rinisë për shkak të vjetëve që kom pas, është në atë kohë ka ekzistuar një statut politik i cili... Po tamam, mirë, po e kam fjallën mas i bane kushtet si biznes... Po, ajo çka... Shumica më banalla, shumica që fillojnë me u kyç, me marrë politika, ta e kanë një cilë që përfitoj diçka, Jo, unë do të bëbëhet një sen publike, unë në jetën tem me biznes tem, as direkt as indirekt, kur punë publike s'kom bëhu. Edhe pse një pjesë të qytetarëve vazhdimisht më kanë ataku, më kanë linçu dhe kanë menu. S'ke marrë të ndera si kompani. Kur heq në jetën tem, jo direkt, pas direkt. Tash po thonë diçka tjetër, e kom përmendur. Edhe sa ekonom kryetari i komunës biznesi yt. Kur heq në jetën tem, asnjë letër, asnjë dokument, asnjë punë, biznesi jam nuk e ka pas lidhje, as direkt as indirekt.
Se qëre po të ndodhen janë do afarista që e shtin vllohën, tezën, dajen, mikun, shokën. Kur biznesi jam nuk ka marrë punë publike, as direkt as indirekt. Po çka është e rëndësishme? Ti veç pas ke hupi Unë politikë. kryesisht shes produkte për ndërtimtari, domethënë shes produkte hidrosanitare, sanitare dhe kryesisht njerëzit që merren me ndërtim mundën me qenë klient potencial të mi. Tash imagjinoni sa ndërtu Gjilani. Kryesisht atë thojnë sa kemi qenë në mbështet. 99% të ndërtesave në Gjilan që sot ndërtohen e që janë ndërtu nuk kanë qenë klient të mi. Këto e tha me përgjithësi të plot, sepse kur në jetën time nuk e kam shfrytzuar autoritetin. Ose kështu privatisht. Absolutisht jo. Absolutisht, po të betona edhe tha me bindje të plot që 99% në një emision tjetër ka thënë 95%, këtu do them 99% të ndërtuesve në Gjilan nuk janë klientë mi, sepse kur një të ndam nuk kom dasht me shtri ndikimin do shtatar nëse kom qenë bështet e ta. Sepse ajo është diçka e lirë, ka pas disa njerëz që kanë blerë diçka të une, ndonjë produkt eventual që s'kan mujt me gjetë dikon tjetër. Po me hy në bashkë investim me ta, me shit produkte, marrë për shembull me bleja e komplet sanitarit unë kur nuk ka ndodhur. Tash pse jam kyç në politikë, unë jam kyç aktiv pak më shumë në vitin 2011. Sepse në kohën kur Lutfi Aziri e ka lëshu komunën e Gilanit dhe ka shku në qeveri, si ministër në atë kohë i pushtetit lokal, unë që atëherë kom bo një tërheqje prej politikës, sepse nuk o pas mundësi me gjithë vetën dikon tjetër. Edhe realisht më ka bo mirë të orën zamër, sepse ma ne jëmë orientua dhe jëmë përcaktu në biznes privat, edhe ja kom po hajrin që dhe të popullit. Po ma ne kur luta vendosi më këthy në 2013, unë 2011 kam qenë pak ma shumë aktiv, sepse tash për shkak të afërsisë njerëzore, mas falin që e kom pas me to dhe kam shpreh gatishmëri me qenë afër ti në realizimin e aspektave të politike, në rikthimin e tij për Gilan. Kjo ka bo është njëra ndër faktorët që më ka bo mandej mu angazhu pas vitit 2005 e kënina. Po, në anën tjetër është edhe një pjesë e shoqënisë teme që kemi udhëtu bashkë politikisht, edhe kam pa kërkesë nevojë të kohës për me qenë aktive dhe për mu kyç në politikë. Në manë 2013 një dini që kanë zgjedhjet komunale, edhe manë na e fituan pushtetin dhe e fitoi pushtetin. Vendosëm edhe unë me qenë pjesë e pushtetit, një ku 4 vite si shef kabineti, 4 vite si nën kryetar komune, edhe kështu që mandej derisa. Kështu kur të shohin qytetarë në rrugë, a kinaj anaj kërkesë ekskluzive që drejtohen, se të shohin si politikanët. Vjen mend që të kanë kërku diçka. Ka, është normale. Ose të kanë dhënë një kompliment që ka mbetë në kryje. Po, komplimente marrë shumë, sidomos për kohën e pandemisë, që më thënë. Më thonë komplimente marrë shumë për kohën e pandemisë, më thënë i vetmi arbër që lëvizën në qytet. Po, në anën tjetër kam komplimente edhe sepse gjatë ushtrimit të detyrave politike në komunë, jo më me qenë shumë korrekt me njerëz. Nuk besoj që ka qytetar që ka kërku me orë në zyrën e kryetarit komunës dhe nuk e kom taku 5 minuta, 3 minuta. Tash nuk e rëndësishme sa ka mujt me kry punë, sepse ka njerë edhe për kundër dëshirës, të nuk mund me kry punë, po nuk ka qytetar që nuk e kom trajtu, nuk e kom prit, edhe nuk e kom dëgju që ka ata ka nevojë. Normalisht që kom marrë edhe kritika. Per tham pa të keq, ka shumë edhe kritika që mipën e më adresohen pa të drejtë, sepse unë nuk kam qenë pjesë e këtë proceseve politike të vendimarrjes. Pagun faturën e tjerëve. S'kom qenë as superman. Edhe kështu që ka në moment që atakona edhe për kritika që nuk më takojnë mu, nuk ka qenë të mirë, po tash kjo është jeta publike realisht. Jeta publike ka dhe të mira dhe edhe të këqija dhe veta. Po në anën tjetër, afërsia me qytetarën bën muni mirë, po them sinqerisht, bën muni shumë mirë se unë jetën këtë botë e shoh si mision. Dhe më thonë, tash përdu pak me lidh me qashin e fesë. Sepse për mu... A je fetar? Po, jam fetar, besoj shumë në Zot, edhe mundona në maksimum... A falësh? Absolutisht po. Jo. Po, nuk besoj që ka ditë premte që nuk e fali gjumon. I rregullt, ja. Absolutisht po. Po, në ndjetë kesh total diçka tjetër, dhe më thonë, ajo që ka
Unë vazhdoj me besu që misioni i pejgamberëve në këtë botë ka qenë me bit njerëzimin që ekziston Zoti edhe me kthy bezimin Zotin një. Tash afërsia me njerëz për mua është mision, sepse secili ka nevojë për secilin. Edhe ata që kanë punë të mirë, ata që kanë punë të keq kanë nevojë për njëri tjetrin. Në kontakti me njerëz, afërsia me qytetarë më bën mundi mirë, sinqerisht bën mundi mirë edhe kjo është arsyeja që ka bo me qenë nështë ma aktiv si ftyrë publike në Gjilan, sepse Kosko pranu me qenë pjesë e pushteteve tjera nacionale, sepse gjithëherë kom pas synimin edhe kom pas dëshiren qytetin tem, shtu ku jem lindë, ku jem rritë, ku kom vendos mi rritë fëmijën e mije, mi shkollu fëmijën e mije. E përmendu pak kohën e pandemisë, e dim se kohën e pandemisë kanë shumë i angazhuar, edhe qytetarët janë shumë mirënjohës në bashkëpunim me ta shpeshherë përmendin. Mirë po, a ki me na shpalos diçka në një rast që të ka ndodhur trajtimin e krizës në atë kohë? Po, e kam një rast që duhet me shpalos, edhe është shumë është interesant. Ka qenë problem në atë kohë me hy në vende ku ishin njerëzit të diagnostifikum me Covid, sepse në atë ku ju dini që as mjekësia nuk ka pas çka me të dhonë ma shumë se sa thirrjeve të përditshme, mos me nejt bashk, me nejt shpe, mos mju shmang një tjetër. Është një rast shumë interesant, e kena pas rastin e dytë që është kom pas përhap shumë Covid-in Gilan. Rasti i parë ka qenë Vrapqiqi. Manej rasti i dytë na ka ardhur prej Bonstillit. Në atë kohë bile kom pas mshele dhe kuzhina në Bonstill, në kamp amerikan. Edhe ne qytetari joni o kom pas diagnostifiku atje me Covid. Tashte u dasht me intervenu shpejt edhe u dasht qytetarit me transferu në QKUK për shkak gjendjes tronë që e pat, edhe ndërkohë familja ati u mbyll, sepse ishke qasisoju, dhe ishke mësë pas ta kontakt me të tjerët. Në kohën kur po flasim, testet e Covidit u vanëshin shumë, vanëshin ka 2 javë, ka 3 javë, sepse edhe ka pas mangësi të testeve. Ndërkohë tash gjatë kësaj periudhe kohore, 2-3 muaj ata nuk kanë pas kontakt, as kanë u dosh më mbyll në shtëpi. Edhe na kemi qenë detyruar me i furnizu me ushqime. Sepse njëri kur nuk mund me dalë me kry shërbime jashtë shtëpisë, as me punu, as kur gjë. Ndërkohë ai e ka pas, kanë qenë me mua 2-3 njerëz tjerë të qytetarë të punës. Edhe kur jam dalë, më javë dhënë ushqimet, djali i tij na ka përqafu. Djali i tij ka qenë atko 8 vjet, nuk besoj që ka qenë më shumë. Edhe ndërkohë tash edhe familjarët e tjerë reaguan aty, sepse po tash lënë se fëmia është aty nuk s'ka keq gjë. Tash masi ja kam dhënë ushqimin. Kur jam kthyer me hyrë në veturë, kam pasur që 2 njerëz që kanë qenë me mua që më kanë shoqëruar nuk kanë hyrë në veturë. Edhe i thash, manej i thira, thash, pse nuk kush ku? Ja, dhe pse e ke përqafua? Po dhe pse e ke përqafua, si gjana, dhe në interesante. Tash nashtave kishin drejt, se ishke punë frikës, po bortët Covid-it sana. Po tash nuk më me dhoni fëmijës 8 vjet largo prej meje, se nuk jo humane. Jo humane, jo njerëzore. Ndërkohë, ata të 2 kolegët e mi nuk kanë dashur me pas kontakt me mua 2 javë pak. Desa të kalon të viru. Desa të marrë mi teste. Tash kur i morëm në rezultatet, familja e atij zotnis ka qenë krejt negativ. Në kuptim të testit. Se kështu shumë pozitiv, familje e jashtëzakonshme. Familje e jashtëzakonshme. Me Covid. Po në Covid ata rezultuan si negativ. Edhe kur e thira unë këta 2 kolegët e mi, thash i marrë rezultatet, tha, okej, thash pozitiv, thash ishin 8-2 të dhaj gjallë. Atë kena thonë, kështu thash, jo bre ka dole që me rezultatet, thash negativ. Ka dalën se këtë. Ka pas edhe kësi momente shumë interesante, shumë mira, po u konë një kohë që s'kisha dosh me u këthyre. S'kisha dosh kur qytetarët me ballafaqu ma me asi tortura. Me asi tortura. Se humbi gjithçka. Edhe luftë psikologjike pak. Definitivisht luftë psikologjike. Se fillon mu lodh njerëzit. Përveç kategorisë sociale, manej fillon edhe njerëz që kanë punu punë ditore në ndërtimtari, mos po punu. Se na ti e din, na kena shumë familje që njerëz dalin punojnë, i marrin 20-30 euro në ditë, 40 euro, me që ato pare e ushqejnë familjen e vet. Manej u nal edhe çajo punë dhe filloi me u rrit numri jashtëzakonisht i madh
i familjeve që kishin nevojë për tamam. asistencë. Tamam. Andaj evident se Arbër, përveç doktor Ibrahim Rrugovës që po thuj se 100% aktivistët e LDK se kanë idol. Cili është për ty një politikan tjetër? me të drejtën edhe një tjetër që kom dash shumë nuk jeton më. Është Kolol Doshi. E kom pas edhe Mek, Apo, po njofta? e kom njohur personalisht, po ka qenë një politikan jashtëzakonshëm. Sepse për mua politikanët e mirë janë ata kur njerëzve ju ofrojnë dashni, nuk ju ofrojnë autoritet. Domethënë nuk i du politikanët autokratë që janë. E kom fort mërzi. Edhe për natyrës të Nuk i du. Je shumë i afërt me... Nuk absolutisht, unë mendoj që politikanët me vetë faktin që janë zgjedhurit e qytetarëve, ata i kanë bërë qytetarëve. Unë nuk më bu as deputet, as kryetar komune, as një pozitë politike nuk më marr pa dash qytetar. Tash cila është arsyeja, unë mandej me qenë arrogant me ta ose me qenë i paqasshëm për ta, me thonë se arrogant është ata është pak eger. Po, me marrë një distancë, për shembull. Po, me kriju distancë me qytetarët, sepse shumë politikanë ju e dini që në momentin që arrit qëllimin e vet për pozitë politike, mandej fillon me u distancu prej qytetarëve. Unë nuk i kuptoj politikan pse nuk ja kthen SMS-in qytetarit ku shkruan. Ose pse ja banon SMS-in, është e kuptueshme, vonesa si një SMS-it në një moment caktuar. Po, se ti mund me qenë takem ose mund me qenë, po ti duhet të përgjigj njerëzve që shkruajnë që trasin apo. E kështu që Sokoli ka qenë i tillë, me thënë drejt, Sokoli ka qenë i jashtëzakonshëm. Në anën tjetër ka shumë politikanë mirë në Kosovë, definitivisht ka politikanë mirë në Kosovë, po edhe fort e kam mërzim me kriju mitin politik, sepse për mua Ibrahim Rrugova ka qenë një udhërpyes politik i cili ka lënë trashëgimi politike, na quajmë rrugovizmin në LDK-s, po qetësia e tij, domethënë qetësia e mirë e tij, lufta e tij e pa kompromis për qytetarët e vet, për popullin e vet, për Kosovën e tij që ka dashur shumë, edhe afërsia krimi raporteve të mira me ndërkombëtarët, me miqt jashtë Kosovës, mu më ka bo me do shumë atë njeri, sepse na e dim, na janë një vogël vend që nuk mundemi nashta edhe me mbjetu pandimin e miqve të mirë, e tash Ibrahim Rrugova ka qenë i tillë i cili ka kriju miq, ka kriju këtij vendi miq që se ka njohur kërkoshish, e ka dashur këtë popull shumë, sepse ka luftuar për këtë popull për viteve 80-ta e kënena, edhe në anën tjetër ka qenë i afërt me qytetar, ka qenë i afërt me njerëz, ka qenë bashkëpunues me krejt. Ju e dini që edhe pas luftës, edhe përkundër votave të shumta që i ka pas marrë si kryetari i LDK-s, i ka ofruar të tjerët për me qenë pjesë e qeverisjes, sepse kjo është kulturë politike për një fundit. Të e pas parasysh se më të vërtet edhe të njoft nga afër edhe pasi që jena në të njëjtin qytet, edhe disponimin e qytetarëve kur folet për arbërin, për shembull, kanë vesh fjalë të mira. Mirë po është një fenomen tash zgjedhjet lokale, për shembull. Arbëri kandidon për kryetar të komune, edhe me gjithë këtë bagazh që ka, me gjithë këtë respekt ndaj qytetar ndaj teje, arbëri hub votat. A e kemi bën një analizë pse i ka humbur Arbëri Ismaili votat? Pse hubi garën për kryetar të komune? A ndodhe që ju prejtë në besë, është motor të tu, ata pretendon, a e kam pi donin tinca dikush te partia jota? Që do të popull e ka pi donin tinca, po do të. Po jo, se në disponimi kështu kur takojnë njerëz. Është pak për çudi, me thënë drejt. E para, di çfarë çudia pak për mua personalisht. Po flas tash për kandit të qytetarit, po qytetarit, nuk po flas si politikan. Tash me uri votu një kandidat i cili 4 vjet nuk e ka bërë asnjë punë të mirë për qytetin, sepse sa ne duken, dëgjom, na mundna me fol tash, unë më thonë që e bëj stadiumin, e autostradën, e palestrën, ato e këto, po kur shkojsh me i po, ato janë sa ne duken. Tash me qenë çaq pasiv 4 vjet, për shembull, mos më punu kur jo hiç 4 vjet. Edhe me u rivotu pak ka qenë e çuditshme për mua, domethënë, sepse unë asnjëherë në jetën time nuk kom hyrë në garë politike për shkak të mospunës tij, po kom hyrë në garë politike për shkak të asaj që unë kom synu
mi ofru qytetarëve. Po në anën tjetër, normalisht që këto sa ndodhin në gara politike. Po ajo çka unë nuk e pranoj, është që nuk duhesh me nejt me një shtëpi politike, ose s'duhesh me nejt me një kandidat, ose s'duhesh me nejt me një ekip, kur ti nuk beson në atë ekip. Sepse qëre populli thot, ma burni është me thonë nuk jam me ty, se sa me nejt me ty jam këtu kundërtije. Ta shto raste nuk janë veç një dhe këto raste janë gjithkund. Këto raste ndodhin gjithkund. Kur e kuptove ti këto? Unë e kom kuptu ma herët me të drejtën. E kom kuptu ma herët. Para se me u zgjedhë ka? Absolutisht po, sepse sa në duken. Po, sa në duken. Po jo mënu vazhdimisht mi thonë këtë njerëzve, këtë ata që më kanë rrethu, më kanë shoshnu në ashta, më kanë sugjeru, pse jo, më kanë... Jo mënu mi bindë dhe mi thonë që qëre ka usat të parë, sepse Orbër Ismaili është veç një individ. Jo Gilani, mu më dhonë këtë Kosovën, unë s'kom qa bëj. Vetë s'kom qa bëj. Sepse, ati qysh, na duhet me ndërtu një ekip të mirë politik, i cili ka me qeveris gjatë me këta qytetarë. Nuk edhe jo mënu mi bindë vazhdimisht dhe mi të regu. A ke pas diskutime gjatë kësaj? Kom pas dhe gjatë, më të nuk e kom bo, unë edhe gjatë fushatës. A ke ditë pse vllai? Jo, sinqerisht, jo, sepse kur ju mull me fol, u kryu një farë qetësie. Okej. Për mos me thonë një farë harmonie, për një farë qetësie, po në anën tjetër veprimet që kanë ndodhur tek disa individ, kanë ndonë me kuptu manej që definitivisht është që kjo, që për shembull që do të publik për ta pendonin tinza. O të në sot të kanë me ty, për shembull, po në teren? Po, është kjo duhet mu eliminu pe skenes politike. Si fenomen. Si fenomen, është i keqbre se qëre njerëzit nuk është marrë sot me thonë nuk jam me ty. Ose ma ke bo qëto, ma ke bo qëto, më ke mashtru qëto, nuk jam me ty. Po në anën tjetër me najt, pse du të me najt unë me ty kur nuk besojnë ty? Dyftyrsi, faktikisht. Absolutisht, po. E tash këto sene ndodhin, unë lutem edhe uroj që mu vetëdisu një kategori e njerëzve, sepse fundit nuk është na se cili kena shtëpia tona, se cili kena jetën tonë, se cili kena familjet e tona, po manej hum besimi edhe në shoshni. Se në momentin që dalin në opinion këto gjana, atëherë hum besimi në shoshni, manej ka me pas problem kush me kam për pejnë kafe. Kush pe kujt po bartë fjallë. Kush ka vaj, buni kështu, këta kështu e dhe. A e ke menuar për mbas këty në zgjedhje ose gjatë kësaj kohe? A ja vlen unë më marr me këtë? Me politikë. Jo, shpesh thonë. Më dorëzu me thonë. Shpesh thonë, po ati që është puna. Besom, po të thonë shumë sinqerisht, unë shpesh e mendoj këtë sen, jo mas të një zgjedhjeve. Po në anën tjetër ku përqes në kanar, njerëz të mirë dhe njerëz që po shkaktojnë probleme, këta të mirë përën ma shumë. E që kjo po është motivi që po na shtin me vazhdu këtë parë punë. Po fati jam i mirë, realisht është që nuk varna me kësaj punë. Individualisht nuk varna, nuk e kam këtë punë, nuk e kam punë politike, nuk e kam me thonë... Jetike në të aspektin me... Jetë avdike që do të populli. Nuk me jetu e nuk me mbjetu pa politike. Kështu që e kom sekondarën këtë punë dhe e thash edhe ma herët, afërsia me qytetarin, komunikimi me qytetarin, më bënë unë i mirë. Më bënë i mirë se edhe te, për shembull, kur ki mundësi me akry një shërbim një njerit, t'i knaqesh, kur shkresh në shtëpia, rrin mirë se i keni modikojnë. A ke menua, ke bane i gabim kështu gjatë karrierës tone që sot se nuk e kisha baqë? Po, kom bo gabime edhe unë. Po, nuk e majet, po, kom bo gabime edhe unë. Kom bo gabime. Zakonisht aty kur bëhen gabimet, kur i nati e mund vlerësimin. Aty ka momente të caktuara kur njëri nashta hatërohet unë kom pas atërmbetje, edhe manen ndërkohë kur ti mënon me bënë një veprim për shkak të një natit një individit dy, atëherë ajo manej është e keqe, sepse nashta është e knasme për momentin, ashtu ti mund me thonë që po, që e bona që ca, po në staza gjata, manej është e keqe. E kështu që gabimet që i kom bo, për mu kanë qenë pësim. Arbore, tash, faktikisht, na dhe jena në kohën e fushatës, çka pritet prej arbrit nesër deputet? Çka presin qytetarët?
Po Se arbrit është prej zgjedhjeve lokale nuk u ndal, po vazhdon në ato parlamentar. unë e kom pranu nominimin prej LDK-s. A nuk u lodho burë të zërë, gjitha e fushot ke. Me thonë si më lodh, jam lodh, sepse më ka ra gjatë, më ka ra 7 muaj ditë para zgjedhjeve me qenë aktivitet politik edhe në bashkë bisedim me qytetar. Po ka qenë kërkesë LDK-s për shkak të garës të mirë që i kemi bërë në zgjedhje komunale dhe përkundër asaj që kemi humbë zgjedhjet. Unë e kom uru kundër kandidate për fitore, po ka qenë kërkesë e partisë e LDK-s që mund me qenë pjesë e listës për shkak të punës që kom bërë në teren, sepse ju e dini që zakonisht lidhshmëria me qytetar të na krijohet për shkak të individit. Tash qëto vota 15.600 vota sa kanë qenë sa i ku marë, unë jam shumë falenderu, sepse nuk janë pak 15.600 vota me i marë në një garë politike, ku manej nëse politikisht e krahason nuk ka qenë e barabartë, sepse ju e dini që partia që është në pushtet e ka pasur edhe qeverinë edhe një muj tonë qeveria prej kryeministrit në detyrë e këta tjerë kanë flajt gjiran që është normale sepse kanë garu me absolutisht po me rujt pushtetin. Ka qenë kërkesë e LDK-s me hynë këtë garë politike dhe kom pranu. Ajo çka po synoj me bo është që me shkon kuvend edhe me ngrit zonin qytetar për komunën e Gjilanit. Në më thonë, ajo që ka unë i premtoj qytetarëve, nëse do të zgjidhen deputet, absolutisht po, përveç që ka me qenë një zoj fuqishëm në parlament për nevoja që i ka ky qytet, ka me luftu në thojza që të populli për secilin projekt të mundshëm me marrë dhe me prunë Gjilan edhe qytetarëve mi u dhonë mundësi me punu e mu zhvillu e me u ndërtu këtë qytet. Në anën tjetër, si deputeti zgjedhën në rast që qytetarët vendosin me më qunë në kuvend, është që 2 ditë në javë ka me pas takime me qytetarët e komunës Gjilanit në një zyre të veçantë për me ndëgju halër, brengat e tyne, edhe nevojat që ata i kanë, se që kanë na me ndimu në pushtet nacional si deputet. E thash edhe ma herët që nuk ka me pas qytetar i cili ka mu drejtu të une për çfarë do kërkese, edhe komunitare, po edhe individuale, sepse jemi njerëz, kemi nevoj edhe për kërkesa individuale, që nuk ko me trajtu edhe nuk ko me bart ku duhet me bart për me kry atfar kërkese. Kështu që kjo më ka bo me pranu edhe me hynë garë. Tash qysh dhe rezultati, unë nuk jam prognozer i mirë i këtyne zgjedhjeve, sepse në zgjedhjet komunale, këtë prognozat më kanë dështu, duhet me pranu, sepse tash kur e përmena duhet me cikë një detaj. Kom pas përmi 600 takime në zgjedhjet komunale. Në shumicën e këtyre takimeve njerëz më kaftu vetë me shku me i takë. Edhe matematikisht na ishim fitus. Besëm, matematikisht na ishim fitus, po tash kutia ka fol ndryshe. Kutia ka fol ndryshe, edhe për ato kom vendosur mos me dhon prognoza. Okej. Na po të rojmë me pas sukses Albert, edhe shpresoj që kemi qenë pjesë e parlamentit dhe një zoj fuqishëm i qytetit tonë. Po për fond nëse ki ndonjë mesazh ose ndonjë që kom harru diçka me të pyet. Faleminderit shumë ty, edhe mesazhi jam është kë. Për kreditë intervistave të mira që i kom bëu, na për studio televizive, na për zyre, na për objekte, po ta dha me sinqeritetin më të madh, është intervista edhe ose bashkëbisedimi ti e tha mirë në fillim, nuk preqoj intervistë ose bashkëbisedim, është bashkëbisedimi jam më i mirë që e kom bërë tash krejt karrierën time. Ja nisa mos kushtë. Sinqerisht po të them. Është diçka pak më ndryshe se sa jemi mundu pak diçka se sa të tjera. Pa protokoll pak. Se kështu që jo, po vetëm çto momente njeri mundet me tregu originalitetin e tij. Atë se kur je në studio televizive, kur je përballë analistave, atë mundohesh pak me dojtë për vetë vetës, atë. E tash ka momente caktuar që edhe të nxirren manej
fjalit prej kontestit. E kam edhe... Qëtash po ta kallëzojnë e pa ma thonë ti heq. Sikur qysh ma kam bu mu me... Atë kurthën e radiologjisë. Atë kurthën e radiologjisë. Veç ta me përfundojnë. Që unë nuk e kam thonë. Unë nuk e kam thonë absolutisht, sepse nuk ka njëri... Me ne që pak të ka kushtur kjo. Po e kanë, dëgjëm, tash për fat keq, subjekti politik që e ka bu atë punë, këta e kanë drunga atë punë. Këta e kanë... Dëgjëm, këta jetojnë me këto gjana. Sepse unë nuk e thash, mu më ka ataku edhe familjen në fushat, më ka ataku edhe biznesin në fushat. Nuk kanë lënë metoda pa përdor për me arrit qëllimin e vetë. Në anën tjetër unë nuk jam ashtu. Unë e zgjedhja metoda me arrit qëllimin. Ata e din, ata mesazhin tënd e kanë marrë. Unë kam pas x mundësi me hy në qatë garë që ata kanë provu me mshti. Po për mu, familja është e shej. Për mu gara politike është një proces politik i cili Jo më herë pas raporte miqësore. I cili apo jo? Jo, nuk kam pas raporte miqësore, kam pas raporte shumë të mira, kom pas kontakte, kom pas raporte, kom pas respekt për to, kom pas, domethënë sepse unë kom pranuar edhe në vitin kur na kemi humbë zgjedhjet, na kemi pranuar që ato sekretar komune. S'ka fjalë. Edhe na njerëz që ti qyteti, na që jemi rrit, bile ai ka edhe një lidhje familjare me disa familjarë të mi, apo kupton që tash nuk du me hy në ato varë gjona, po ata tash unë nuk e kam thonë në që më shku e kam pa raportin e radiologjisë. Sepse edhe fëmija ndjep që do të populli e den që repart të radiologjisë nuk më pas unë e thash e këta kanë metodë. Kur më ka thonë ai mu, unë e kam thonë tash në dëgjëm, unë e vizitoj edhe QKMF-n, edhe AMF-n, edhe QKF-n. Aty nuk ka sapun, shampon milo dur. Okej, po. Sepse gjendja ka qenë e tillë, besëm. Gjatë fushatës, që edhe sot, unë ju sfidoj shkoni në secilin ambulant mjekësisë familjare ose në QKMF, besoni që mjete higjienike nuk keni aty. Kur kam thonë unë i vizitoj, ata kanë prej edhe mane kanë bu virale. E kanë bu virale sepse e kanë metodë tyne. Në gjëmë ata linqimin publik të njerëzve e kanë metodë. Unë e thash edhe më herët, nuk kom pranu me hy në këtë muhabet me to, për shembull, ata sepse me pasdasht me hy deri në çet nivel, e din edhe për kam po flas. E din ata saktë edhe për kam po flas. Me pasdasht me hy unë deri në çet nivel, mandej sot ai von këtë ndryshe, po të betona. Po në anën tjetër, unë e rri kulturën tëmë familjare që e dham, edhe prapë thëm, unë e zgjedhe metoda me arri qëllimin. Unë arri në opozitë 50 vjetë, nuk kam problem, nëse kam i më. Mirë po, nuk përdori metoda linquse, manej me kriju probleme në familje, me kriju probleme në shoshni, me shtin, rreth, muhabetet këqia, trona, nuk e bëj këtë punë. Po tash ata e kanë bu, ja pafshin harin kësaj pune, i pafsha me qëtë ftyrë që do të populli. Besoj që tash, a ki më kom bashkëpunus? Absolutisht, në çdo të mirë të qytetit, unë kom qenë bashkëpunus, jo me këta, edhe me një subjekt politik i cili ka veç një këshilltar në asamble, unë kom qenë argati tina për të mirat e qytetit. Po jam i sigurt, edhe kap në për fjallë, që prendimet edhe lojën politike që e ka bën fushatë zgjedhore ka pas problemet më dhaja në qeverisje, sepse prapë përsëriti nuk ka zgjedh metoda për me arrit qëllimin e vet. E unë uroj që këtë qytet më zhvillu, më ndërtu, me ecë përpara, me pas njerëz ku me dalë, qa me pa, qa me prek, edhe me pas njerëz mundësi, mundësi me u zhvillu. Po, të thëmë prapë, në çdo të mirë, në çdo iniciativë të mirë për qytetin, pa kthetra, edhe pa thupra, pa bryla, unë kam qenë argan. Jo vetëm i këtij që është sot, po edhe atij që e ka veç një kandidat në asamblesë në kuvent. Arber, ishte kënaqësi me të vërtetë bashkëbisedimi me ty. Të falenderoj edhe një herë, të kërkojmë falje prapë që të kemi ndopë aktivitete, po shpresojmë që pas zgjedhjeve edhe po besojmë që pasi ta fitoj Schulzën, nuk keme na harruar, keme na qarros me një kafe. Ja, që thash Dreken ta kom parë, se kur thash Dreken para kamerës. Ja, për thomë, në para kamerës. Se
kur tash po ndalni pojna drek mas emisionit, më tha jo drekën e çet mas i tjetër. Kështu që edhe një herë po them, kënaqësia është e jemi, faleminderit shumë. Atëherë Pelona si premtim, drekën mas ati fitoj zgjedhjet mas zgjedhjet parlamentare. Mas zgjedhjeve, nuk ka më rëndësi. S'ka rëndësi janë fiton, S'ka rëndësi. U kry Orbën. Shikos ndërum, kaq për sot, shihemi në emisionet të tjera.